Rama dhe mirë se erdhët në emisionin Debat në Odeon. Me ju sonte jam une, Gentiana, fillimisht më lejoni t'i përshëndes ata të cilët të përkujdesën për dukjen time. Këmishën ja ko marrë kunatës të madhe, ndërsa pantollat kunatës të vogël. Faliminderit butikut. Faliminderit butikut 2 kunatat. Ndërsa për dukjen time, si zakonisht përkujdeset burri im, faliminderit salonit bukuris burri im. Atëherë i kthehemi emisionit. Të gjithë e dini se Kushtetuta e Kosovës tash e tutje jep të drejtën kujt të dënë të konkuron për kryetar të Kosovës. Me një fjalë, kush ka dëshirë mundet me kandidu për president të Kosovës. Sonte, do t'jenë 2 kandidat, ju lutëm, me një duar trokitje shumë të madhe i mirëpresim kandidatët tonë në skenë. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Atëherë ju lutëm prezentohuni. Unë jam qytetar, prandaj që shpo më sheni me qarapa me krejt, kandidoj për president Kosovës, për qytetarët e Kosovës. Më falë, e karrikën, pse keni marrë me vete? Shikë mëtër të ashtit, ta ndroj komën veç pak. Shikë mëtër, karrikën e ka morë se Kushtetuta e Kosovës e parasheqe presidenti me u zgjidh me mobilet vetat. Hajse, shumë shpejt, pas ka me ta thy LDK-ja kitë karrikë për kreje. O, ja thej për kry LDK se kitë... Jo, krejtve jo. Apo prezentoni ti nasihati, më falë, ti kandidati tjetër? Unë jam katonar, kandidoj për kryetar shtetit, fakultetin e kandidaturës e kom kry bashkë me Enver Petrufshin. Edhe unë e karrik s'kam heqe, kom orë i shkam, që mos me tha popli po lufta për karrik. Se këtë qytetarin mi tha për të bëj kryetar veç unë gjënë shkam katonari sullë. Atëherë shikues të nderuar, siç po e shihni edhe vetë, kandidatët asgjë pas kanë menduar për popullin, si duket pas kanë menduar vetëm për prapanicën e vet. Mirë, zoti kryetari i qytetarëve. Pse duhet me të votu qytetari ty? Që mëtër të ashtit? Une jo kam treguar shpesher në për intervista, për do të atregoj edhe sot, e do të shini edhe vetë, e do të bindin edhe vetë se so e kam të fort vullnetin për të shërbyer qytetarit mëtër. Andaj, ju bajthirje publike, ju lutëm qytetarit e dashur, zhveshuni, niseni dhe hekni ka daldole ato mendime negative që i keni kriju për presidentin e Kosovës. Ran, krejt, ran, a di ran e kullune. Se, qka tha? Nuk e di shka tha, veç ran edhe pikë. Atëherë publik leta pysim edhe kryetarin tjetër. Zoti kryetar, pse duhet qytetarët me të votu ty? Sepse do të investoj në infrastruktur, do të investoj edhe në dashni, gjitha femnat që janë dopi frajerav do t'i bashkoj. Sepse qaja femen që është do pi frajerit, jo asfalt për te pije mi ashtru se knoq. Do t'i martoj të gjithve jonat, si t'ma qëtë një votën, typin për shtet, mas fore do me gjetë një nuse për vete se ma lazëm jam. Do t'i jeki të gjitha toksat. Qëfar toksash? Toksat e leshit. Sepse, pi qefin katonar 10 e s'po kanë ku me shtit leshin. Do t'a qelin i 3 leshit te qeveria sepse qerapat e leshta janë dollë t'i forme. Do t'i jeki edhe toksat e mishit që qytetarët e mirë në hangër ma shumë mirë së bukë. Atëherë, zoti qytetar, më falë, zoti qytetar,
cili do t'jetë investimi juaj nëse zgjedheni president? Nëse zgjedhen president, kam investu mas pojnë vurë. Aha! Urna? Kjo të lejnë gjolli vurët, rënë më të këput? O, zotni, mos më ndërhyni, zotri, se kam perspektiv, zotni, kam vizion, do të investojnë vërë motër, se shtrohet pyetja. Prej se o kry lufta deri sot, a kanë votu krejt dekmit? Po! Shtrohet pyetja cila qeveri ka punu dishka për dekmit tënë, as njona. Prandaj, une si të bona president, kam jo nresh vërët, kam jo nresh rrugën, kam jo shu me internet, me kablovik, kam jo ble iPhone, a koqa, kejt dekmiu. Edhe qendra trektore në për kejt vërët kam e maru, zotni. Ja, po kam perspektiv. Atëherë, zoti Katunar, ti, qka ki me investu? Unë do të investoj në lëp. Gjitha lëp që na kam pru pis visre mas lufte, do t'i qojnë kasapnismi prej krejt. Sepse, mzete tonë të ngo mas lëpve të zvistrës për letra, lëpte tonë e kanë lënë shterë. Tash, lëpte të zvistrës për ngridhohen një vis të ban 10 vjetë dhe me këperu i vine trupit. Atëherë, zoti qytetar, a ki me shtu na i sem për këta që ka tha kë Katunari? Tina s'kam shkam ishtu visht me mujt mja hek ere në Katunarit se e ka kë. Mirë po, jo e dini fort mirë kur majten zgjedhet për Prishtinë. Isa Mustafa o shoj ka thëke ka me bo Prishtinën kryt qytet metropolitan, se po m'bjen me shu pak si shpesh që t'gjesh po s'ka del. Andaj, une, jo vesh Prishtinën, krejt qytetet e Kosovës kam i bo kryt qytete metropolitane. Bile më ka shku menja edhe Skënderaj me bo kryt qytet metropolitan të Kosovës, motër. A po me ndonë që i hajnë këto fore ata në Skënderaj? O, motër, pi hajnë personalitin e mos pi hajnë Skënderaj, po lehat pun të ishe mos më shërda, po kam vizion e motër. Mos i besoni, është ren e kullune, kjo është pis, kjo është hajnë. O, zotri, mos bane akuzat pa lidhe, zotri. Ti je hajnë, ke vjedha Grigota. Zotri, unë kam vizion, mos bane akuza pa lidhje, zotri. Ti je hajnë Grigota, kam fakte. Ku i ki fakte, zotri? Kam fakte, me një anan, 1997 ke dasht me shit postën. Nuk është e vërtet, zotni, nuk keni fakte, zotri. Si kur çdo vit i ri, miqt më uruan, kur s'të kam prano shpirtin, as dhuratat s'më gëzuan, as një ndër, kjo dëshire pa plotësuar, dhe një herë gjumi prishet, nga fishek zjarët e malkuar. Ora shënoj, vitet për ndryshuar. Akrepi kaloj, e unë njejt e dëshpëruar. Që kur i këti për mu këdit i ri, i malkuar. Ora shënoj, vitet për ndryshuar. Akrepi kaloj, e unë njejt
fishek zjarë ti ure, koha ik viti kalon, zemrën time ma lëndon. As një ndër, kjo dëshire pa plotësuar, dhe një herë gjumi prishet, nga fishek zjarët e mallkuar. Ora shënoj, vitet për ndryshuar. Akrepi kaloj, e unë njejt e dëshpëruar. Që kur i këti për mu këdit i ri i mallkuar. Ora shënoj, vitet për ndryshuar. Akrepi kaloj, e unë njejt e dëshpëruar. Që kur i këti për mu këdit i ri i mallkuar. Jo, s'na rom sysh kërkosh, na jemi që 34 vite bashk, bile me 3 maj e patëm datën e përvjetorin e martesës. Kujtuam atë ditë. Kujtohet Natë parë, shikur binte në Prishtinë. Ishte kjetër flani mirë, ndroni bukur, zgjoni në pace, ku bëjtë të keni dhe të